si parti fituese jemi të interesuar për themelim konstituim të institucioneve, megjithatë për te votës për nuk kemi çfarë bëjmë. Pra duhet ata që nuk po votojnë për, ta ndryshojnë votën. Ne kemi parë deputet të partive opozitare që tashmë kanë deklaruar se janë në mëdyshja të ndryshojnë qëndrim apo jo. Shpresoj që deri sot ta kenë marrë atë vendim. Kemi një ndryshim qëndrimesh, pra nga vota kundër të kthehet në votë për dhe të mund të konstituojmë kuvendin e të vazhdojmë tutje. Pse keni kontakt me këta deputetë që kanë ndryshime, mundësi për ndryshime qëndrimesh? Gjithsesi ne çdo herë siç e dini i kemi ftuar për diskutim dhe konsensus politik, ka qenë ftesa edhe e kryesuesit të seancës, zotëri Dehari, pra që të ftohen subjektet politike dhe të arrihet një konsensus politik. Megjithatë kemi pa që edhe ato subjekte që kanë ardhur apo përfaqësues të atyre subjekteve që kanë ardhur ato takime nuk është se kanë qenë edhe aq të interesuar për konsensus për te deklaratës pra politike që e kanë bërë si përfaqësues të subjektit. A ekziston mundësia me ndryshu kandidatin? Kandidatja jonë është Albulena Haxhiu, siç e kemi thënë tashmë është gruaja më e votuar edhe sot edhe çdo votim tjetër. Faleminderit. Nëse nuk mundi